Mirëmbroma, mirë se vini në Tirana Live e hapim këtë hapësirë informative me një lajm të fundit. Një ditë më parë, Erion Veliaj përmes një shkrese i delegoi detyrat Sara Goxhajt si nënkryetare e bashkisë, por sot Veliaj ka reaguar duke thënë se ky delegim ishte i gabuar për mungesë informacioni dhe detyra i rikthehet sërish Anduela Ristanit. Por për më tepër detaje në lidhje me këtë reagim të fundit nga kryebashkiaku Veliaj, do shkojnë një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Aigena Korbi. Aigena, të përshëndes, çfarë mund të na thuash diçka më tepër në lidhje me këtë reagim të minutave të fundit nga kryebashkiaku Veliaj? Përshëndetje. Reagimi i pak momenteve më parë të kryebashkiakut Erion Veliaj është i pari reagim zyrtar pas shkresës e cila i delegonte nënkryetares së bashkisë Sara Goxhaj kompetencat e kryebashkiakut. Përmes këtij reagimi në rrjetet sociale, Erion Veliaj sqaron 3 pika. E para se mes tij dhe kryeministrit Edi Rama nuk ka asnjë përplasje, e dyta se vendimi për t'i kaluar kompetencat nënkryetares Goxhaj është marrë gabimisht në kushtet e izolimit, në mungesë të informacionit, dhe treta se Anduela Ristani, kryetaria e deleguar më herët për të mbajtur postin e kryetares së bashkisë për të marrë këto kompetenca, do të vazhdojë të qëndrojë në po të njëjtën detyrë, siç ishte edhe para se të dilte urdhri i Veliajt i datës 18 mars. Megjithatë, unë po ju lexoj statusin që Erion Veliaj ka shpërndar në rrjetet sociale pak momente më parë. U informova që pas ka plasur peshku në moçalet mediatike për përplasjen time me Ramën për punë delegimesh. E para, njëherë me Ramën kam vetëm mall të takohem për të folur për punët, si gjithmonë, dhe asgjë tjetër s'më shkon në mendje. E dyta, kam firmosur një ridelegim me idenë e gabuar se ishte dagorcuar brenda ekipit drejtues, por kështu është kur punon pa informacionin e mjaftueshëm. E fundit, kërkoni e gërmoni ku të doni tani, se u bë sport ky fal dhe prokurorit tim të dashur, por në marrëdhënien time me Ramën lodheni kot fare, se është plazmuar në kohra të vjetra dhe nuk e ndryshon dot asnjë kohë, sado e mallkuar qoftë. Delegimi është rikthyer aty ku ishte dhe këtu mbyllet edhe keqkuptimi. Ky është statusi i Erion Veliajt, i shpërndar në rrjetet sociale pak momente më parë, duke konfirmuar se tani e deleguar kryetare e bashkisë në mungesë të tij është Anduela Ristani. Të falenderoj Aigena Korbi për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Një aksident tragjik në fushë Prez në Tiranë u ka marrë jetën 4 të rinjve, 3 nga të cilët nga një familje. Mjeti me të cilin viktimat lëviznin me shpejtësi goditi pas një betoniere dhe si pasojë e përplasjes automjeti ka shpërthyer në flak, ndërsa 4 të rinj nga kruja u dogjën brenda makinës së tyre. Është arrestuar drejtuesi i betonieres dhe një i afërm që ndihmoi atë të largojë nga vendngjarja pas këtij aksidenti të rëndë. Në fshatin Borizan të Krujës ka pllakosur zia. 4 të rinj të këtij fshati humbën jetën tragjikisht në një aksident të shënuar në mesnatë në fushë Prez. 25 vjeçari Enej Laçi mbrëmjen e të mërkurës u nis nga Borizana për të pritur në aeroportin e Rinasit vëllain e tij 20 vjeçar Erid Laçin, i cili kthehej nga Gjermania. Me vete kishte marrë kushëririn e tyre Andi Laçin 22 vjeç dhe shokun Enriket Kurti 24 vjeç. Pasi kanë marrë Erildin në aeroport, 4 të rinjt janë nisur me makinën e tyre tip Mercedes-Benz S-Klas, e cila ishte pajisur me impjant gazi për të kthyer në Borizan. Makina që drejtohej nga Enej Laçi u përplas në mënyrë fatale nga mbrapa me një betoniere në rrugën Vor-Fushkruj, e cila rezulton se ishte ndaluar në mes të rrugës dhe pa ndezur sinjalistikën e duhur. Përplasja ishte aq e fortë sa dyshohet se 4 të rinjt janë bllokuar brenda, ndërsa makina e tyre është përfshirë menjëherë nga flakët si pasojë rrjedhjes së gazit. Pas këtij aksidenti, shoferi betonierës Aleksandër Krashi është larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa kanë qenë disa kalimtar të rastit që kanë njoftuar policinë për atë se çfarë kishte ndodhur. Pavarësisht se në vendin e ngjarjes mbërritën forcat zjarrfikse,
për 4 të rinj nga Borizana ishte tepër vonë. Nga hetimet paraprake, shkaki i këtij aksidenti dyshohet se është bërë shpejtësia tej normave me të cilën udhëtonin djemt dhe që u goditën nga pas me betonierën e ndaluar që nuk kishte ndezur sinjalet e blokazhit. Pas aksidentit tragjik, policia arrestoi shoferin e betonierës Aleksandër Krashi si i dyshuar për 3 vepra penale, largim nga vendi i aksidentit, shkelje e rregulave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt, pasi ai rezulton se nuk ishte pajisur me leje drejtimi përkatëse që duhet për këtë kategori mjetesh. Po ashtu është arrestuar edhe Valentin Krashi, i afërm i shoferit të betonierës, pasi dyshohet se e ka larguar nga vendi i aksidentit. Ndërkohë në polici për këtë ngjarje është shoqëruar Daniel Koxha me detyrë menaxher i firmës së betonit, pasi sipas hetimeve ai nuk kishte marrë masa për pajisjen e betonierës me dokumentacion të nevojshëm për qarkullim dhe kishte punësuar drejtuesin e betonierës pa patur leje drejtimi për këtë kategori mjetesh. Në kërkim policor është shpallur Sajmir Hoxha, pronar i kësaj firme. Pas aksidentit tragjik, shumë familjar të viktimave ndezën qirin në vendin e ngjarjes. Për të folur për këtë ngjarje të rëndë, me mua në studio është bashkuar zoti Islam Qibini, eksperti i sigurisë rrugore. Zoti Qibini, mirëmbrëma, kënaqësi t'ju kem në Tiranë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Në radhë të parë do shpreh ngushëllime familjare dhe të afërme të viktimave, për arsye se kjo ishte ngjarje tragjike e cila ka tronditur opinionin publik për shkak edhe të moshave të reja që përbënin viktimat që qarkullonin me autovetur. Do flasim më tej në detaje për këtë ngjarje, zoti Qibini, por gjithashtu dua t'i uroj mirëseardhjen në programe dhe zotit Fation Softa në një komunikim të drejt për drejt, eksperti i sigurisë në vend. Zoti Softa, mirëmbrëma, kënaqësi t'ju kem drejt për drejt në Tirana Live. Mirëmbrëma, dhe ju falenderit më juve. Zoti Softa, dua ta nis me ju fillimisht këtë diskutim. Çfarë mund na thuash ti si ekspert i sigurisë në lidhje me dinamikën e kësaj ngjarje të rëndë dhe pse makina ku udhëtonin 4 të rinj shpërtheu menjëherë në flak? Sigurisht që do të jetë grup hetimor i cili do të kqyr dhe do të analizojë gjithë faktorët për cilën kanë sjellë këtë aksident tragjik. Por ajo çfarë mund të interpretojmë duke e parë këtë aksident nga jashtë është fakti që e para ka lëvizje në këto akse rrugësh me shpejtësi jashtë normave të lejuara, gjë që her pas here kanë krijuar aksidente tragjike. E dyta është fakti që disa makina të cilët janë me benzinë dhe modifikohen duke vendosur impiante gazi, është shumë e rëndësishme për të certifikuar ato dhe jo në çdo vend që ne mund t'i montojmë, sepse ata janë shumë të rrezikshme, sepse rasti i benzinës dhe i gazit mund të jenë problematika, sikurse solli dhe këtë aksident tragjik. Dhe prandaj duhet parë nëse ka mundësi, tashmë është vonë dhe ky mjet nuk mund të identifikohet, por nëse mund të ketë dokumentacion që mund të vërtetojë ku edhe kush e ka bërë këtë montim të këtij impianti. Pra nga është blerë kjo makinë dhe si është blerë kjo makinë. E treta është fakti i mjeteve të rënda, të cilët lëvizin në akset e rrugës dhe shpeshherë ato nuk kanë sinjalistik, përveç momentit të ndalimit apo mos ndersës blokazhit, që s'besoj edhe blokazhin me atë shpejtësi që ishin ata dhe shikonin, por disa mjete të rënda duhet të pajisen detyrimisht me një lloj sinjalistike që quhet fenelin, me ngjyrë të verdhë. Këtu janë karotrecët, janë betonierët, janë traktorët, janë autokombajnat, pra gjitha ato të cilët për arsye pune mund apo lejohet për të dalë, këtë duhet parë në cilët akse rrugës mund të lejohen për të dalë këto automjete për të lëvizur në këto akse rrugësh. Dhe e treta është problemi nëse ky mjet betoniere ka bërë kontroll teknik, kur e ka bërë kontrollin teknik dhe çfarë ka rezultuar, ka pas siguracion apo jo. Dhe drejtuesi i mjetit, njëri 24-25 vjeç, mendon çfarë eksperiencë mund të ketë njëri që të drejtojë një automjet që të vijë mbas një eksperiencë disa vjeçare për të marrë dhe për të drejtuar një automjet të rënd kaq vështirë për të lëvizur në akse rrugësh. Do flasim më tej sërish me ju, zoti Softa, dhe për detajet e tjera në lidhje me këtë ngjarje, por dua zoti Qibini të marrë edhe një mendim nga ju si eksperti i sigurisë rrugore. Çfarë ka shkaktuar këtë aksident? Ka një shkak kryesor dhe gjithashtu çfarë problematikash dalin në pa nga ky aksident? Sigurisht ky është një aksident midis dy mjeteve të përfshirë në ngjarje.
i përket grupit të timor, për të përcaktuar, për të fiksuar provat në vendin e ngjarjes, për të parë trajektorin e lëvizjes së betonjeres, në rast se kemi në një sens lëvizje ka lëvizur 2 automjetet, apo kemi ndërprerje rrugës nga ana e betonjeres. Megjithatë kjo do rishikohet ose nëpërmjet prova të administruara nga grupi e timor i përket organit të akuzës dhe ekspertëve për të shprehur për sa i përket mekanizmit të ngjarjes konkrete që ka ndodhur në këtë segment rrugor. Por nisur nga ky segment rrugor, kemi të bëjmë me një rrugë interurbane dytësore, ku shpejtësia e lejuar aty është rreth 60 km/h, se ka tabela kufizim shpejtësie. Gjithashtu me këto informacione që kemi një drejtues automjetit të autobetonjeres, i cili nuk ka lehtë drejtimi përkatëse, duhet të ketë patentë të klasit C, aktualisht ka qenë me patentë të klasit B. Gjithashtu ka patur edhe një mungesë të dokumentacion për sa i përket kontratës së sigurimit të detyrueshëm për ndaj palëve të treta, çdo lloj dëmi që të shkaktonte të përgjigjesh kompania siguruese. Gjë që i ka munguar dhe kjo i përket edhe pronarit të firmës. Por, zoti Qibini, si duhet të kishte vepruar drejtuesi betonjeres që kishte ndaluar në rrugë, cilat janë, le të themi, veprimet që duhet ishin ndërmarrë dhe çfarë parashikohet gjithashtu? Para njerë që duhet të ketë sistem ndriçimi, do ketë sistem ndriçimi dhe para dhe mbrapa, që ka patur kjo i përket grupit e timor, ekspertëve të cilët kanë kthyer fizikisht automjetin betonjere në momentin e vendit të ngjarjes. Gjithashtu dhe nga drejtuesve të tjerë në çfarë segmenti rrugor, çfarë rrugë kanë përshkruar, ose ku kanë qenë ato në ato orë të natës. Megjithatë, këtu duhet parë që pozicioni i 2 mjeteve, kemi goditje nga mbrapa, se në pamjen e parë të lë përshtypjen se kemi goditje të pasur nga mbrapa për shkak të mosmbajtjes së distancës sigurisë. Sigurisht që drejtuesve e mjet duhet të kenë parasysh që sidomos gjatë qarkullimit natën, kur kemi një keqësim dhe nuk kemi fushpamjen e domosdoshme për të qarkulluar brenda normave të lejuara të shpejtësisë, por duhet përshtatur shpejtësia në bazë të fushpamjes, në bazë të kushteve të errësimit. Se nuk kemi kushtet e ndriçimit natyral, po jemi në kushtet e ndriçimit artificial. Sigurisht që këtu kemi të bëjmë që drejtuesit e automjet duhet të shikojnë rrugën nëpërmjet fenerëve të dritave të gjata dhe dritave të shkurtra. Se si kanë funksionuar këto sistemi ndriçimit. Gjithashtu duhet parë dhe reagimi i 2 drejtuesve të mjeteve për sa i përket pozicionit të tyre në Karaxhat në momentin e përplasjes ose para momentit e përplasjes, ku kanë qenë? Çfarë lëvizje ka bërë betonjera? Ka qenë në një sens lëvizje apo ka dalë nga një rrugë jo kryesore në rrugë kryesore? Pikërisht këto i përket dosjes dhe grupit e timor për të përcaktuar intësisht mekanizmin e ngjarjes. Por zoti Softa, çfarë parashikon ligji për këtë rast, ku një shofer i papajisur me leje drejtimi përkatëse drejton një betonjere? Së pari problemi kryesor mbetet tek kompania që e ka punësuar. Sepse ajo kompania ka punësuar atë jo me kriteret e ligjit, për cilën ka një patent të një klasi të caktuar që mund ta drejtojë atë mjet. Duhet një eksperiencë e duhur për ta drejtuar atë mjet dhe pastaj kushtet teknike në të cilët automjeti ka lëvizur. Kjo është përgjegjësia e kompanisë. Pastaj është tjetër personi i cili ka marrë dhe kryen këtë detyrë dhe ai nuk duhet ta bëjë dhe nuk mund drejtojë si drejtues mjeti sepse ai ka përgjegjësinë për atë patent për cilën është pajisur si leje për drejtimin e automjeteve dhe ai nuk mundet sepse ligji e dënon atë për ta drejtuar pavarësisht se kush e ka punësuar të drejtosh një mjet të tillë. Por këtu mendoj që duhen parë kushtet në cilën ka ndodhur ky aksident. Pra, nëse betonierja ka qenë në ndërprerje të rrugës, pra ka dalë dhe ka hyrë rrugë kryesore, pa respektuar, po themi, rregullat e hyrjes dhe daljes duke parë etj, apo ka qenë në kushtet e ndalimit të ecjes dhe një makinë nga pas që nuk ka respektuar limitet, por dhe distancën e sigurisë, nuk ka ndaluar nëse ka frenim apo s'ka frenim, por nëse ka goditet me njëshme. Ndjes që ju ndërpres zoti Softa, ka diçka për të shtuar zoti Qibini në këtë? Jo, ka informacionet ashtu siç e tha dhe kolegu, ka informacionet për shkakun që betonjera nuk ka qenë në një drejtim lëvizje, por ka dalë në një rrugë jo kryesore aty nga firma, aty ku ka qenë mandra e tij, dhe ka dalë nga kjo rrugë, po varet çfarë distancë ka përshkruar nga momenti që ajo ka ndërprer rrugën deri në pikën e mundshme të goditjes midis 2 mjeteve të përfshirë në aksident. Kështu që i përket grupit e timor për të përcaktuar imësisht për të provuar provat, drejtimin e lëvizjes së mjeteve,
dhe mënyrën se si kanë reaguar të dy drejtuesët e automjeteve për të shmangur për plasje. Kam edhe një pyetje të fundit që në fakt është e vlefshme për të dy ju, zoti Qibini, por fillimisht do doja të dija mendimin tuaj. A është e nevojshme të ndryshoj diçka në kodin rrugor? Çfarë duhet të ndryshoj? Po, u bë disa ndryshime në vitet e fundit, po bë ndryshime për sa i përket normave të shpejtësisë. Duhet parë tani që ka ndodhur shpesh shumica e aksidenteve, rreth 70-80% e aksidenteve automobilistike ndodhet për shkak të tejkalimit të normave të shpejtësisë. Duhet parë legjislacioni, dispozitat e kodit rrugor me qëllim që ata drejtues mjetës, sidomos moshat e reja, ose ata drejtues mjetës të cilët janë pajisur ishtas, duhet patjetër që edhe masa administrative, sanksionet ndaj këtyre drejtuesve duhet të jenë më të ashpra. Duhet të hiqet don dispozita në nervat e kodit rrugor me qëllim që mos të pezullohet leja e drejtimit dhe kjo të konvertohet me gjobë. Duhet patjetër që kjo të hiqet, por patjetër të lihet sanksioni me pezullim të lejës së drejtimit. Gjithashtu duhet parë që nëse një drejtues automjeti për shembull qarkullon 30 km mbi normat e lejuara, duhet të ketë sanksione me pezullim të lejës së drejtimit. Sidomos me këto duhet ushtrohet kontroll gjatë drejtimit të automjetit, sidomos në gjatë orëve të vona të natës, sidomos ndaj moshave të reja, të cilët shpesh herë përdorin pije alkolike dhe qarkullojnë me shpejtësi mbi normat e lejuara të kodit rrugor. Zoti Softa, në mendimin tuaj ka diçka specifike që duhet të ndryshojnë në kodin rrugor? Shiko, kodi rrugor ka të përcaktuar ato që quhen neopatentati, pra të gjitha ata të cilët janë me patent në momentin që e kanë marrë deri në 3 vjet quhen neopatentati. Dhe si tillë ka një aftësi, ka një kufizim për sa i përket fuqisë motorike të lëvizjes mjetit. Pra fuqia motorike do të thotë mos jetë mbi një fuqi të caktuar derisa të ketë kaluar dhe ato që quhet koha e marrjes patentës dhe por dhe mosha. Ajo çfarë duhet të ndryshojë, unë mendoj se nuk është thjesht kodi rrugor, po duhet të jetë infrastruktura e rrugëve, shpeshherë daljet e makinave bëhen të tilla, për shembull dalja nga një rrugë për të futur në rrugën kryesore, kthimi është i shkurtër, duhet t'i japësh kohën e duhur, pra deri në momentin që ai ti merr shpejtësinë. Ka pika karburanti të cilët nuk e kanë këtë gjë, po del në mënyrë të menjëhershme, sidomos në autostradë Tiranë-Durrës, shpejtësia e lëvizjes tyre mjeteve, e cila është 90, por shpeshherë para te kalohet, është e pamundur drejtuesi i mjetit të ulë shpejtësinë për shkak të daljes së mjetit tjetër. Pra kjo është ajo që ne themi. Po, zoti Qibini, çfarë duhet ndryshojnë dhe normat e sjelljes. Aty keni mbizetën te N152 kodit rrugor, ku ka për shembull dalje ndërprerje fluksit të lëvizjes, kthimi i majtas, djathas, por këto me dispozitat të kodit rrugor aktual ndëshkohen nga 10 deri në 30.000 lekë të vjetra, por pikërisht këto lloj kundravajtje, të cilat janë burim rreziku dhe bën shpesh herë shkak për aksidente automobilistike, duhet parë të ndryshojnë dhe sanksionet ndaj këtyre lloj kundravajtjesh. Zoti Qibini, faleminderit që ishit me mua në studio. Zoti Softa, kënaqësi që ishit drejt për drejt në Tirana Live. Faleminderit për mësi. Mirë, do flasim për të tjera zhvillime. Bajrat kanë mbetur në burg, apeli posaçëm Lanë Qeli Safet dhe Behajr Bajrin, e po ashtu edhe Asmer Bilalin. Të tre akuzohen për vrasjen e Fatbar Licit në Shkodër në vitin 2018. Gjykata e apelit të posaçëm la të pandryshuar masat e arrestit në burg për Safet Bajrin, kushëririn e tij Behar Bajrin dhe Asmer Bilalin, të tretë arrestuar për vrasjen e Fatbar Licit në vitin 2018 në Shkodër. Në seancën e sejntes që u zhvillua me dyert të mbyllura, mësoi se Safet Bajri ka mohuar përfshirjen e tij në këtë ngjarje. Në lidhje me përgjimet e prokurorisë, ai ka pretenduar se ato nuk provojnë që ai të jetë një nga autorët e vrasjes. Se kuptoj se si mund të quhen prova këto përgjime. Unë një natë para se të ndodhte ngjarja kam qenë në Tiranë në një restoran dhe më pas kam shkuar në diskotek. Në mëngjes kam shkuar në banesën time në Shkodër. Safet Bajri akuzohet nga prokuroria e posaçme për vrasjen e Fatbar Licit në vitin 2018 në Shkodër, në bashkëpunim me Behar Bajrin dhe Asmer Bilalin, veprime këto të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Vrasja e Licit ndodhi në gusht të 2018 dhe sipas prokurorisë, ajo është kryer pasi Behar Bajri dyshonte se Ibrahim Lici, i afërm i Fatbar Licit, është autori i ekzekutimit të Boran Brecanës dhe Silvin Docit. Ngjarje kjo e ndodhur në korrik të 2018-s.
Gjykata e posaçme i komunikoi sot masën e sigurisë arrest me burg Lulzim Berishës, i ekstraduar nga Spanja vetëm 2 ditë më parë. Ish kreu i bandës së Durrësit kundërshtoi akuzat e prokurorisë dhe deklarimet e bashkëpunëtorit të drejtësisë, Luftar Reçi, sipas të cilave Berisha ka vrarë Klodian Saliu në vitin 2005. Arrest me burg deri në përfundim të hetimeve caktoi gjykata e posaçme për Lulzim Berishën, i akuzuar për vrasjen e Klodian Saliut në vitin 2005, ngjarje e zbardhur nga dëshmia e Luftar Reçit. Në seancën e të premtes të zhvilluar me dyert të mbyllura, mësohet se ish kreu i bandës së Durrësit kundërshtoi akuzat e prokurorisë dhe deklarimet e bashkëpunëtorit të drejtësisë Luftar Reçi. Nuk e njoh fare atë njeri, nuk e kam takuar asnjëherë. Nëse më provoni një kontakt me Luftar Reçin apo një telefonat me të, se unë kam qenë në Turqi, më dënoni sa të doni. Një lloj siç më ra akuza tjetër do të bjerë edhe kjo. Edhe për avokatin e tij mbrojtës Detar Hysi, dëshmia e bashkëpunëtorit të drejtësisë është e pavërtetë dhe i bëri thirrjes pak të zbartë të vërtetën. Prokuroria e posaçme akuzoi Berishën për vrasjen e Klodian Saliut në vitin 2005, ndërsa pak kohë më parë u tërhoq nga akuza e përfshirjes së Lulzim Berishës në vrasjen e Vajdin Lamës, duke kërkuar pushimin e çështjes. Lulzim Berisha u arrestua në Spanjë në dhjetor të vitit 2023, ndërsa 3 ditë më parë u ekstradua në vendin ton ku do të përballet me drejtësinë. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e Monika Kryemadit që kërkonte heqjen e sekuestros së një vile në pronësi të deputetes që ndodhet në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë. Në dhjetor të vitit kaluar, gjykata e posaçme apelit hoqi sekuestron vetëm për vilën në pronësi të nënës së Kryemadit tek rezidenca Kodra e Diellit. Ndaj Kryemadit po zhvillohen hetime për 3 akuza: pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim pasurish në çështjen Çesdia, lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara, ku i përfshirë është edhe ish presidenti Ilir Meta, që po qëndron në masën e arrestit me burg. Ndërsa për herë të parë që pas arrestimit të tij, Erion Veliaj u mor sot në pyetje nga SPAK lidhur me hetimet për dosjen në ngarkim të tij. Kryebashkiaku është pyetur edhe për dyshimet mbi futjen e një telefoni në qelinë e paraburgimit, por Veliaj dhe avokatët e tij nuk kanë dhënë sqarime. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është paraqitur të njëjtën në prokurorinë e posaçme në lidhje me hetimet e nisura ndaj tij. Veliaj ka qëndruar për rreth 1 orë 30 minuta në prokurorinë e posaçme, i shoqëruar edhe nga avokatët e tij mbrojtës. Kjo është hera e parë që Veliaj pyetet në prokurori si person ndaj të cilit zhvillohen hetime, ndërsa para arrestimit ai ka dhënë sqarime si person që ka dieni. Mësohet se Veliaj është pyetur edhe për veprën penale të futjes së sendeve të jashtëligjshme në qeli, në lidhje me dyshimet që ka prokuroria e posaçme për përdorimin e një telefoni nga zyrtari i lartë në kohën që mbahet e izoluar në paraburgimin e Durrësit. Por Veliaj dhe avokatët e tij mbrojtës nuk kanë preferuar të japin sqarime për këtë rast. Nga ana tjetër, prokuroria e posaçme po vijon hetimet për akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave për Veliajin, bashkëshortën e tij dhe disa biznesmen. Të mërkurën në SPAK u paraqitet edhe biznesmeni Elman Nabule, që po hetohet për pastrim parash, për të cilin gjykata ndryshoi masën nga arrest me burg në arrest shtëpie. Pjesë e njëjtës dosje është edhe bashkëshortja e kryebashkiakut Ajola Xoxa, që po hetohet në gjendje të lirë. Ndërkohë, gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e paraqitur nga Arber Veliaj dhe Ajola Xoxa, të cilët kundërshtonin kontrollet e ushtruara në banesat dhe bizneset e tyre më 6 dhjetor 2024 me vendim të GKK-s. Mirë, në këto momente është trajneri kombëtare Silvinho në një konferencë për mediat para ndeshjes që pritet të zhvillohet në Wembley me kombëtaren e Anglisë. Ndjekim. We have to check the players when you come back to the hotel. Talk to them tonight, maybe tomorrow morning even we have a time. Of course, we've got Ajeti and Mihai as well, 2 central backs more. So we're going to decide it tomorrow during the day. Po, e vërtet kemi pasur probleme të vogla përgjatë javës, ndërkohë që pas ditën e sotme do të kemi edhe stërvitjen zyrtare të fundit, pas të cilës do të arrijmë të vlerësojmë lojtarët, edhe ndoshta edhe nesër do të kemi akoma hapësirë për të bërë vlerësime, por ndërkohë mos harrojmë që kemi opsione të tjera si Ajeti, Mihaj, edhe do të arrijmë të marrim një vendim ditën e nesërme. Edhe koha e përgatitjes ka qenë e vogël, duke ditur se keni pak 3-4 ditë. Edhe pauza që nga grumëllimi i fundit është 4 mujore. A mjafton kjo për të përballuar Anglinë?
Time to prepare was very short, 3-4 days, and also there's been like 4 months without meeting together, the whole team. Is it enough to prepare to face England? Should be enough. We discussed in a meeting with FIFA 2 months ago, had about a lot of coaches. So yeah, it's true. It's difficult to work. We've got a small time, and also between the matches, we've got 2 matches in 3 days. So we have to manage both of them. And for us, it's going to be really important. Of course, it's very important. We are thinking about both match, and also the last 2-3 days, we're just thinking about England, even tomorrow. So it's going to be hard. We had no time anymore. We have to use a lot of videos, talk to the players, defensive players, offensive players, because you have no time to go to the pitch, to have big sessions, spend a lot of time, even because, once again, a lot of players come a bit tired. I'm not talking about Albania, I'm talking about every single national team. So you have to understand the way that you work when you are a coach with the national team. So we have nothing to complain. We are prepared. As I said before, one more training session tomorrow. We're gonna choose the 11 players to start the game. It's a very nice game, tough game, difficult game, but we are prepared. Do t'jetë një ndeshje e vështirë, por në të njëjtën kohë dhe shumë e këndshme. E vërtetë është që nuk kemi shumë kohë për të përgatitur, por besoj që kjo kohë duhet mjaftoj për të përgatitur për një ndeshje të tillë. Kemi diskutuar këtë gjë edhe në një takim me trajnerësh në FIFA, edhe sa e vështirë është të jesh trajner i një kombëtare, duke qenë se ke shumë pak kohë, ke 2 ndeshje në 3 ditë, ndërkohë që duhet i menaxhosh të 2 ndeshje, mos harrojmë që kemi edhe një ndeshje tjetër ndaj Andorrës. Por kjo është ndeshja e parë e rëndësishme. Këto 2-3 ditët e fundit kemi menduar vetëm për Anglinë. Do të jetë e vështirë sepse nuk ka mjaftuar shumë kohë, ne do të preferonim të kishim kohë për të bërë një stërvitje shumë të gjatë, kemi mundësi por kemi përdorur video, diskutime her pas hershme me lojtarët. Duhet mos harrojmë edhe një detaj tjetër që lojtarët vinë shpesh herë të lodhur, jo vetëm lojtarët e Shqipërisë, por të gjitha kombëtarëve, duke qenë se kanë sezone të gjata, por nuk duhet ankohemi. Sot do të zhvillojmë stërvitjen e fundit, edhe nesër do të vendosim për 11-shën e formacionit. Tuchel ju e njihni pasi jeni përballur me të si trajner në Francë. Sa ndryshon tani kur përballeni me kombëtare, aq më shumë kur ai debuton në stolin e Anglisë. Dhe sa të vështirë bën për ju? You know Tuchel since you faced him in France, and how different is now that you face each other as national team coaches, and also since it's his debut as a coach? Listen, we studied him, even the England national team, so he starts his work. We know the way that he likes to play. He has got a lot of good players in hand as well. But to be honest, everything is clear for them, for us, so you had to go out tomorrow and play 90 minutes, try to enjoy, take a responsibility as well. So we understand that it's going to be really tough. We are facing one of the best national teams. I love the war. I'm absolutely sure of what I'm saying. But as I said before, we are prepared. And football is unbelievable. In 90 minutes can happen everything. Futbolli është e pabesueshëm dhe në fakt në 90 minuta mund të ndodhë çdo gjë. Sigurisht ne kemi studiuar Tuchel, po ashtu edhe ekipin anglez. E dim se si ai tij pëlqen të luaj futboll. Për të mos harruar që ka edhe lojtarë shumë të mirë në përbërje, por besoj se për të dyja ekipet çdo gjë është shumë e qartë. Janë 90 minuta të gjata për të shijuar, për të marrë përgjegjësi, por ndërkohë duke edhe respektuar sepse është një nga ekipet më të mira në botë. Por ne jemi të përshëndruar dhe të përgatitur. Olsi. Përshëndetje, mister. Përshëndetje. Përse përket ndoshta në ndeshjet e mëparshme keni pas përdorur pothuajse të njëjtën skem, përse përket ndeshjes së nesërme, do të ndryshoni diçka? Duke ditur pra që edhe stadiumi nesër do të jetë plot, po ashtu edhe Tuchel debuton në stolin e Anglisë, mendoj që presioni do të jetë goxha i madh.
It is to be expected that there's going to be a lot of Albanian fans in the stadium, and also the stadium will be plenty. Also, it's his debut as a coach for Tuchel. How do you feel the pressure in this case, and how is it going to be our system of game different from what we've played until now? So, përshëndetje. How about the coach? Thomas Tuchel is a good coach. He's young, but he's a winner. A lot of energy, and it doesn't matter if we're gonna play 3 or 4 in the back. We expected something, but we're not talking about too much. But the players move in the pitch. That's very important, and also we don't care about the system. We're talking about the players. They've got great players outside of the pitch. 1-against-1 is really tough, difficult. Good players, strong players inside, physical players, box to box, even high quality. So they've got a great side. We are expecting, but you have to try to do something special, to work in the defensive part, but even in the offensive part as well. It's going to be important for us. Try to do something really special, put them in trouble. Of course, it's difficult, I know it, but we have to try, have to do something. So, face him is going to be a challenger, difficult, but at the same time, hope to join, because this is stadium, England national team, so we are talking about a history. Tuchel është një trajner I mirë, është I ri, po në ditën kohë dhe fitues dhe ka shumë energji. Nuk ka rëndësi se si do të luaj, mund të luaj me 3, me 4 mbrojtës, sepse janë lojtarët të cilët lëvizin në fush. Sistemi nuk ka aq shumë rëndësi. Ata janë një ekip I fortë që kanë lojtarë të fortë me shumë cilësi fizike, cilësi të lartë teknike, luajnë mirë 1 kundër 1. Ne do të tentojmë të bëjmë diçka të veçantë. Sigurisht që kemi punuar në aspektin defensiv edhe ofensiv të sulmit dhe të mbrojtjes, do mundohemi patjetër të tentojmë të bëjmë diçka të veçantë në aspektin e sulmit. Është ndeshja e parë, është sfiduese, është e vështirë, por le ta shijojmë sepse jemi një nga stadiumet më të bukura në botë dhe është momenti për ta shijuar. Sali Berisha po përdor votat e demokratëve që të mundsoj disa partive të koalicionit që nuk kanë me elektorat që pas zgjedhjeve të kenë mundësi të marrin fonde nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Kandidat nga lista e sigurt e Partisë Demokratike do shfaqen në flet votimi në sigla partish fantazëm të rreshtuara me Partinë Demokratike. Kështu demokratët do votojnë jo për të sjellë Partinë Demokratike në pushtet, por për të futur disa miliona në xhep të një grupi politikanësh anonim dhe të dështuar vetëm se u rreshtuan në aleancën madhështore me Berishën. Sali Berisha nuk u dha vende në listat e kandidatëve aleatëve të vegjël, por I gostit me fonde për 4 vitet e ardhshme. Partia anonime të cilat thjesht nënshkruan koalicion me PD-n, por s'do të kenë asnjë deputet në parlamentin e ardhshëm, do të marrin para. Në dokumentet e dorëzuara pranë KQZ-s, Berisha u ka dhënë me qira disa kandidat për deputet të sigurt këtyre partive. Të parin djalin e Fari Balliut, I cili sa për sy e faqe do të jetë kandidati Sali Shehut, të frymës së Re Demokratike, ndonse brenda koalicionit. Edhe kreu I forumit rinor të PD-s, Besar Xhaferi, do të jetë kandidati I Partisë Balli Kombëtar Demokrat. Denisa Vata në Dibër është regjistruar në siglën e lëvizjes së legalitetit, Atirt Hoxha I Vlorës me Ballin Kombëtar dhe Greta Bardeli në Shkodër me Demokristianët. Janë 5 parti anonime, kryetarët e të cilave as nuk kandidojnë për deputet, por me këtë manovër do të marrin secila nga të paktën 8 milion lek në vit nga buxheti I shtetit si parti parlamentare. Pra Nard Ndoka, 2 ballistë dhe legalisti do të marrin minimumi 8 milion lek në vit, duke ngrohur jo karrigen e deputetit, por atë të zyrës apo kafes, njëjtë si Kujtim Gjuzi apo Selami Jenisheri, pensionistët suplementar të politikës. Në total ato për 4 vite përfitojnë 160 milion lek, pa patur asnjë deputet de facto në parlament. Shtuar këtu edhe Partia e Lirisë me aleatët tradicional për 4 vitet e ardhshme, fatura për këto parti të vogla I kushton buxhetit të shtetit rreth gjysmë miliardi lek, të gjitha nga taksat e qytetarëve.
Por Partia Demokratike e Berishës bën hapa pas duke anulluar edhe sukseset e dikurshme si ligji i dekriminalizimit. Pas kandidimit të njeriut të Çapjave në Elbasan, një tjetër familjar i një personazhi të hetuar dhe dënuar është faqur në listën e Tiranës. Aty Berisha ka përfshirë edhe kushëririn e Elvis Roshit, i shkreu të Bashkisë së Kavajës në hetim pasuror nga prokuroria e posaçme. Vetë Elvis Roshi, dikur një nga zyrtarët më të atakuar nga Partia Demokratike, tashmë po bën fushat për partinë e Sali Berishës. Betejë kundër SPAK po tërheq në llogoren e Berishës çdo ish zyrtar me llogari të hapura ndaj drejtësisë edhe të majt. Në listën e hapur të Partisë Demokratike në Tiranë, garon dhe kandidati Elton Roshi, djali i Xhaxhait të ish kryebashkiaku socialist Elvis Roshi, në hetim pasuror nga prokuroria e posaçme. Roshi, i cili në vitin 2011 theu për herë të parë bastionin historik demokrat të Kavajës, u dogj më pas nga ligji i dekriminalizimit, për shkak të një dënimi të padeklaruar për përdhunim në Itali. Por ndaj Elvis Roshit pati dhe një investim me denoncime nga Selia Blu për ta larguar nga zyra e kryebashkiakut. Kohët ndryshojnë shpejt. Burime pran ABC News mësojnë se vet Elvis Roshi ka kaluar ylberin politik dhe ka filluar fushatën në Kavaj për kushëririn e tij dhe Partinë Demokratike. Ai nuk ka biseduar drejt për drejt me Berishën, por ka gjetur një emërues të përbashkët, aleatin Agron Duka, i cili ka negociuar me doktorin për kushëririn e tij. Në primaret e PD-s për qarkun e Tiranës, më i votuari me 914 vota, rezultoi kreu i PD-s në Kavaj Hysen Kadiu, por më pas u tërhoq nga gara pasi vendi në listë të mbyllur ja mori djali Fahri Balliut. Në vend të një demokrati të votuar në një bashki të djathtë, demokratët do të kenë si përfaqësues kandidatin e ish socialistit Elvis Roshi, që me doktorin i lidh një hall i përbashkët, SPAK. Kryeministri Rama thot se brenda mandatit të 4 në Shqipëri do të ngrihet një bazë për prodhime ushtarake si automjete, armatime dhe drone. Kreu i qeverisë tha se puna ka filluar për këtë projekt të diktuar nga sfidat e sigurisë në rajon. Rama thot se Partia Socialiste do të marrë mandat të fortë në 11 maj për të përmbushur integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Qeveria ka nisur përgatitjet për ndërtimin e një baze e cila do të merret me prodhimin e materialeve ushtarake. Vendimarrje kjo që sipas kryeministrit Edi Rama është diktuar dhe nga sfidat e sigurisë me të cilat po përballet sot rajoni. Po punojmë dhe po ndërtojmë partneritete për të hedhur bazat e industrie të re ushtarake, sepse kjo është koha e sotme dhe brenda mandatit 4 ne do të kemi bazë prodhuese në Shqipëri. Kemi filluar punën dhe do të kemi një bazë prodhuese në Shqipëri për automjete ushtarake, për armatime, për drone. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët, Rama u ndal sërish tek antarësimi në Bashkimin Evropian. Ai tha se ambicia kryesore e tij është mbyllja e grup kapitujve deri në 2027, edhe pse është i bindur që edhe pas 2029-s do të jetë sërish një socialist ai që do të marrë mandatin qeverisës. Çështja është Partia Socialiste të marrë një mandat të fortë që mos ketë më asnjë luhatje procesi dhe mos i dalë njeri përpara negociatave. Pastaj, si jam unë në 2029, do mbaron mandatin 2029, kemi kry punë, do ta vë ata Albanin atje. Do ta vë aty, edhe do ta marr për dorë kushtjetës. Çfarë do të jetë ai që do jetë? Unë besoj që do jetë socialist. Unë të jetë socialiste. Por, marr për dorë, dhe them, ullu tani, edhe vazhdoni ju. Duke cilësuar jetike votën për rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian, Rama tha se përgjigjen e denjë në 11 maj do ta jap pikërisht diaspora. Diasporën do ta shikojmë në 11 maj. Dakord? Do ta shohësh diasporën në 11 maj. Është regjistruar një pjesë jo e vogël, do t'i shohësh, do t'i numërojmë dhe votat e tyre, pa asnjë merak. E treta, në Shqipëri nuk bëhesh me 15% votave kryeministër ti. Kryeministri nuk harroi të ironizonte edhe kundërshtarët politik, të cilët sipas tij nuk kanë asnjë alternativë për t'i ofruar shqiptarëve. Bufi për vete e ka kryer me histori. Bufi le të rrotullohet nga doj në histori, e ka vendos veten në një pjedestal me kallama
buf kënete, mos dëgjoj bufin, mos shko mbrapa bufit, se të ha, këtë ditë them. Presidenti Zelenski thot se termocentralet e Ukrainës i përkasin vetëm asaj. Ai shtoi se nuk kishte biseduar me Donald Trump për kontrollin e termocentraleve të Ukrainës. Duke folur para liderëve të Bashkimit Evropian të mbledhur në samit në Bruksel, Zelenski tha se lënia e Ukrainës jashtë NATO-s do të ishte një dhuratë e madhe për Rusinë. Presidenti i Ukrainës i bëri thirrje Putin të heqë dorë nga kërkesat e panevojshme, ndërsa shtoi se Kievi nuk do të heqë dorë nga Krimea. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski tha se termocentralet e Ukrainës i përkasin vetëm popullit të Ukrainës, pasi Shtetet e Bashkuara propozuan që t'i merrnin nën kontroll si garanci për mbrojtje ndaj sulmeve ruse. Duke folur në një konferencë nga Norvegjia, nga ku ju drejtua edhe liderëve të Bashkimit Evropian, Zelenski tha se nuk pati biseda të drejtë për drejta me Donald Trump për kontrollin e termocentraleve. Kreu i shtetit Ukrainës theksoi se përjashtimi i mundësisë që Ukraina të antarësohet në NATO është një dhuratë për Rusinë. Ai nuk pranoi të heqë dorë nga Krimea, të cilën Rusia aneksoi në vitin 2014. Zelenski tha se gadishulli mund të tërheqë turist nëse është në zotrim të ukrainasve. Presidenti i Ukrainës kërkoi më shumë mbështetje ushtarake për vendin e tij, ndërsa tha se ai ka luftuar që Europa të mos lihet jashtë ryezës së negociatave të paqes. Negociatorët amerikanë do të takojnë zyrtarët ukrainas dhe rus në Arabinë Saudite të hënën për raundin tjetër të bisedimeve mbi një marrëveshje të mundshme paqeje, por Unioni sërish nuk është përfshirë. Ukraina është pjesë e Europës dhe Europa është një nga lojtarët kryesor në përpjekjet globale për paqen. Ne bëm çmos që Europa të ishte barabartë me të tjerët në këtë përpjekje dhe negociatat për paqen dhe ja arritëm t'i bindim palët e tjera. Europa duhet të jetë gjithmonë në tryezë në të gjitha bisedimet ku diskutohet siguria e vetë Europës dhe kështu do të jetë. Duhet të punojmë së bashku në unitet. Kreu i shtetit Ukrainës kërkoi që Perëndimi të shtojë prodhimin ushtarak siç ka premtuar, ndërsa tha se do të vlerësonte nëse plani i Kaja Kallas për t'i dhënë Ukrainës $5 miliardë ndihmë ushtarake do të miratohej. Liderët e Bashkimit Evropian u mblodhën të njëjtën në Bruksel në një samit dyditor, ku në mesin e çështjeve që po diskutohen është edhe lufta në Ukrainë. Unioni 27 antarësh e ka bërë të qartë se mbështet paqen përmes forcës, duke nënkuptuar kështu ndihmat ushtarake për Ukrainën që janë garancia më e madhe për Kievin. Por ndërkohë që Europa diskuton shtimin e prodhimit ushtarak dhe mbështetjen ndaj Ukrainës, në Londër po mbahet këtë të njëjtin një takim me liderët ushtarak të më shumë se 20 vendeve, të asaj që kryeministri britanik e ka quajtur koalicioni vullnetit. Këta liderë ushtarak të më shumë se 20 vendeve po diskutojnë vendosjen e trupave paqëruese në Ukrainë pas përfundimit të luftës, duke sfiduar kështu në mënyrë të drejtë për drejtë Rusinë, e cila ka refuzuar deri më tani vendosjen e trupave të huaja ushtarake si garanci sigurie për Kievin. Bisedimet pritet të drejtohen nga Keir Starmer, i cili do t'i bashkohet në mbrëmje samitit të liderëve europian. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe në kohë reale na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Juli Krisafi vjen pas pak me edicionin qendror të lajmeve. Ju ftoj ta ndiqni.